Me rastin e ditës së veteranit më 30 dhjetor, bashkëluftëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga zona e Sferkës kanë zhvilluar sot një aktivitet përkujtimor në shenjë respekti dhe nderimi për dëshmorët e rënë. Takimi nisi pranë shkollës Emin Duraku në Sferkë, ku mbledhën veteran të UÇK-s dhe përfaqësues institucional. Pas takimit, pjesëmarrësit u nisën drejt vendit tashmë të rinovuar ku kanë rënë heroikisht më 14 mars 1999 Ramiz dhe Musli Berisha, si dhe Agim e Agrongashi. Aktiviteti u udhëhoq nga komandanti i shtabit të UÇK-s në Sferkë dhe rrethin Fadil Gashi, njëherësh nënkryetari i komunës, i cili mbajti një fjalim përkujtimor pranë pikës së rënies së dëshmorëve. Gjatë fjalimit, Gashi falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin dhe përkushtimin në ruajtjen e kujtesës historike, duke theksuar rëndësinë e sakrificës së dëshmorëve për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Aktiviteti u përmbyll me homazhe dhe nderime për të rënët, duke riafirmuar respektin dhe mirënjohjen e përhershme ndaj luftës së UÇK-s. Një më nga të pur. Një më nga të Në mënyrë simbolike jemi taku qytë. Në erdhëm edhe pe i varrezave dëshmorëve, e vunka i lule edhe atje, bashkë me shoqatët të dolura nga lufta. Dhe këtu patëm obligim me shënu ditë veteranët që të simbolike të në që shikimi, me orë me vizitu venin ku ka ra Ramizi, Muslia, Agimi edhe Agroni. Ta qytë, kush e në konë vitin para prakon duket, po konë një gjendje jo e mirë, rrugë jo e mirë, na i kemi bo dhe renovime, patëm qef më orë me po, sepse këtu kanë me vazhdu, jënë të vazhdu, edhe bashkë me familjet e tyre, jënë ta dy gorë, jënë gorë të pej prilipit Macedonisë, jënë gorë karakteristik, të rrollë të veçantë, nuk o që na kemi bo këtë ato që ka meritujnë, ta përmërnuemi sot do pak me qenë ofër edhe familjeve, edhe në nderim të gjoku tyne për gjithë shka që dhanë për këtë vend. Dhe kemi fillu me rinovu, kemi fillu me nres një vend të mirë, me orë në takime tune, në festat tune, ka njëherë bujnë bedhe, po shimë edhe arktim bashkë. Unë po e falender juve gjithë dhe emën për emën, e sidomos familjarë të këtyne të 4 dëshmorëve, që gjithmonë janë tregu të kujdesshëm, janë tregu të afërt me neve, edhe për gjithë qytetarët tjerë. Edhe herë urime dita veteranit, e gëzuar për gjithmonë, lavdio që gjithë atyre që ranë. Lavdi. A shkojmë edhe te atë? Shkojmë atje. Të në nderim të dëshmorëve. Lavdi. Edhe këtu, me ju si që me hojë, dini, Agimi, Agroni, o bo që kërë renovim, po prisme edhe tjeret me vazhdu, edhe me orë kur të kemë në fjesht, është ambjenti mirë. Edhe të era këtu vetën edhe të i përkujtu këta. Që kjesë në lenë neve më shput, unë për ju falenderej edhe herë, gjithë dhe emën për emën, ju që jeni të bashkë me një, edhe ata që s'kanë mund me konë. Edhe për ju rëj ditën e veteranë, gjithë dhe me krejt respektin që qëto kështë të harru. E patëm pak shkurt në varresat e dëshmorëve.
Na nuk jemi që lypëm shumë. Na jena modest. Na nuk e kemi shpërfaq gjithë punën e kontributin që e kanë bërë gjallë, për jashtë këta dëshmurë të sa martir kemi, sa invalid lufte, sa njerëz kemi pa syne, pa kome, pa pjesë trupi që mundet me zhvillu një jetë normale, dhe kemi rrugët vene, kemi rrugët. Andaj është mirë të gjithë që këtu komunët, që këtu kudin, edhe që këtu ku shkën fjalla me ndiku, që këto vlerat luftës mos mi fy, mos mi ngacmu, mos mi të tërsu që jenë vlerat tona, po thuj që s'ka familje, që se ka pas një veteran, një invalid, një dëshmur, një martir. Nuk mujna me gjithë, asë në dosha, sfarë, ka së në kejtë Kosovën, në s'mujna me gjithë. Përndaj jenë vlerat tona, është mirë me kujdes, me pas kujdes, kush i rujnë, nas në i rujnë kërkush. Kërkush nuk në i rujnë. Na duhet me bo kërkes, apel, edhe në institucione qendrore, edhe lokale, kudo që janë. Nështë urgjent të doshtë para ligjit për benefitet veteranëve të tyne kategorive tjera, nështë të doshtë ligjit për mbrojtjen e vlera, mos me guxu gjithë kush me fy. Mos me guxu gjithë kush me dole atje me na fut në për taburre që nuk i takujnë. Se ju pjesa dërmi që e dini edhe në gjojnë edhe situatën që të zhvillu që atë ditë, para që tyne që jemna. Nuk ka ko që shtu të rezultile, as nuk ka ko lulle. E dini tonë që çfarë vështërsi, çfarë sfida, edhe sot me ne fy të vlera, po e gjithë nuk është të mirë. Mas fakti, pa thëmë nuk është të mirë, e tjetër gjohë kam mendje. Prandaj edhe për ju falenderoj për këtë angazhimin e kontributin, edhe por edhe gjohë edhe pas të dhe se krivu. Faleminderit. Mos ta kaloj për seriozitetin.